Sipas tij, gjykatat nuk duhet të pezullojnë anëtarët e qeverisë sepse duke bërë këtë spari cenojnë balancën e pushteteve. Absolutisht mashtrim në çdo germ, në çdo fjalë, në çdo frym. Një përkufizim i tillë nuk ekziston në asnjë nga këshillimet, çështjet e trajtuara nga Komisioni Venecia. Të gjitha këto, Partia Demokratike do të bëjë një padi për mashtrim publik ndaj Edi Ramës. Ai do paditet që nesër për mashtrim publik para qytetarëve për këto që shkruan. Nuk ka asnjë dokument të Venecias që të thotë se pezullimi i një ministri është shkelje pa lejuar shpe kufirit darës midis pushteteve.